Me rastin në muajit të shenjtë të Ramazanit, deputeti Dashamir Tahiri ka ofruar te intern një iftar për besimtarët musliman, duke shprehur kështu edhe respektin për këtë komunitet. Në këtë sofër të bujarisë ishte i pranishëm edhe muftiu i Vlorës Haxhi Ito Shahaj, përfaqësues të besimeve të tjera, tarikateve, imam, teolog, intelektual e besimtar të shumtë, të cilët kanë ndarë së bashku kënaqësinë e këtij iftari. Në fjalën e tij të rastit, deputeti Dashamir Tahiri ka theksuar se kjo mbrëmje është një dëshmi e vlerësimit ndaj besimit në Zotin, bashkëpunimin ndërmjet besimtarëve dhe një mirënjohje për të gjithë ata që punojnë për ruajtjen dhe kultivimin e harmonisë fetare në vend. Ju falenderoj të gjithë vëllezër dhe motra të këtij besimi që jam dhe unë musliman. Është një kënaqësi për mua që i përkas këtij besimi që bën mbi 7% të popullsisë shqiptare. Do t'ju thosha kush do pende Zotin do dhe adheun, dhe unë doja që t'ishim gjithmonë bashkë si që jemi këtu sot. Dhe t'i përgjigjemi thirrjes mbytyr. Ju falenderoj dhe jep gjithëve. Zotit nderoft si ka nderuar. Muftiu i Vlorës Haxhi Ito Shahaj, pasi ka shprehur mirënjohjen e tij për këtë iftar të shtruar nga deputeti Tahiri, ka theksuar se fal Zotit në Vlorë dhe Shqipëri, njerëzit jetojnë me besim dhe respekt ndaj fesë dhe mësimeve të saj, sikurse është lutur që Zoti t'i beqatojë të gjithë ata që punojnë për të mirën e komunitetit dhe ruajtjen e harmonisë dhe bashkëpunimit të sinqertë në të. Selam aleikum ve rahmetullah ve berekatuhu për të gjithë juve. Paqja e mëshirë e Zotit qoftë për ju. Paqja e mëshirë e Zotit qoftë për të burr këtu, që s'është kursyer asnjëherë, por ka harxhuar nga kapitali i tij dhe Zoti t'ia pastroj dhe t'ia shtoj. Qoftë i pranush, ashtu siç ishte i lehtë muaji i madhërueshëm i Ramazanit se i ka ardhur fundi, ashtu inshallah të jetë edhe i pranueshëm. Ramazani është muaji i agjirimit dhe i mëshirës. Është muaji i pastrimit, i edukatës dhe i bashkimit siç na ka bashkuar këtu. Kishja një mendim, kështu si që jemi këtu, të jemi dhe në xhami. Kështu si që jemi këtu, të jemi dhe në xhami. Dhe të mos i gëzohemi sheshit Skënderbej, ku falen atje musliman, sepse dhe ne kemi shesh që ta mbushim. Jeni të mirë pritur në orën 7 të datës 30 për faljen e Bajramit përpara sheshit xhamis. Të gjithë kështu si që jemi. Kështu si që jemi. Zoti na ndihmoft të gjithëve. I pranishëm në këtë iftar ka qenë edhe një ekip i televizionit Vlora Channel, të cilët kanë filmuar momentet më interesante të kësaj mbrëmje të këndshme Ramazani, që i bashkojnë njerëzit në dashurinë për Zotin dhe respektin ndaj muajit të madhërueshëm të Ramazanit.